Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të plota, më të sinqerta. Ashtu siç meriton madhështia e Tij të falenderohet, Zot, Ty të qofshin falje Allah. Mirënjohje dhe lavdë pafund për çdo mirësi e për çdo begati që fale e dhurove. Të lutemi o Zot, shtoje mirësinë për gjithë secilin prej nesh, ja Allah, Ti je dhuruesi i mirësive dhe i begative. Zoti ynë, Ty të lutemi udhëzoj dhe drejtoj zemrat tona, shpirtrat tanë për tek e mira, për tek e bukura në rrugën Tënde, ja Allah. Atë cilin Ti e udhëzove dhe orientove, kush mund ta devijoj nga rruga jote? Ai i cili zgjodhi rrugë tjetër përveç rrugës tënde, kush mund ta sjellë në rrugë të mbar, ja Allah, përveç udhëzimit dhe orientimit tënd? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Ti, është vetëm krijuesi i gjithësisë, furnizuesi i gjithçka, ai i cili kujdeset për gjithçka në këtë univers. Është ai i cili është më i plot fuqishmi, më i madh i bujar, Allahu xhalleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërgoj ati salavatet e selamet tona si më i madhi profet, më i mirë njeri, ati familjes Ti, ja Rabbi, shokëve Ti, o Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin me shumë përzemërsi dhe me shumë sinqeritet rrugën e bukur, rrugën e besimit. Allahu xhalleshanuhu thot: Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Çdo shpirt i gjallë do ta shijojë vdekjen. Çdo shpirt i gjallë, çdo kush që erdhi në këtë jetë do të largohet nga kjo botë, do të jetojë ai sa i mundsoi Allahu xhaleshanu dhe i dha afat për të jetuar. E juve ditën që do të largoheni nga kjo botë dhe do të ringjalleni për dalë përpara Allahut xhaleshanuhu, do të merrni shpërblimet për gjithçka që keni vepruar dhe keni punuar në këtë jetë. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Ai i cili shpëton dënimit të Allahut, pra ai i cili fiton faljen e Zotit, ajo që është më e madhja, falja dhe kënaqësia e Allahut xhaleshanu, ai ka fituar, ai ka shpëtuar. E pa dyshim, thot Allahu xhaleshanu, përjetimi i kësaj dynjaje është përjetim mashtrues, Zoti na ruaj. Mendon njeriu se do jetoj për jetë, do punoj për përjetësinë e tij në këtë dynja, e kur vjen puna shumë shpejt befasohet, Zoti na ruaj, aty ku nuk e pret nga një herë, befasohet se si i lën të gjitha e nuk e kupton se çfarë ndodh me të. Vetëm na gënjen mendja sikur neve jemi pra të plot fuqishëm për veten tonë dhe sikur neve kemi gjithçka në dorë për veten tonë dhe bëjmë gjithçka neve dhe kemi gjithçka pra përpara veteve tona, subhanallahu. Nuk kemi gjë tjetër vetëm se krijesat Allahu xhaleshanu. Kemi ardhur këtë botë përkohësisht dhe largohemi. Dhe qëllimi kryesor, thot Zoti xhaleshanu, jeto mirë, puno mirë, vepro mirë, mundohu të jesh pozitiv me Zotin, me njerëzit, me të gjithë krijesat. Qëllimi kryesor është mos e harro kurrë. Nëse shpëton nga dënimi i Allahut dhe fiton faljen e Zotit, nëse fiton faljen e Allahut xhaleshanu, kjo është fitoria më e madhe. Nuk ka fitore përpara kësaj. E sot me lejen e Allahut xhaleshanu ndesha të ndalem në dy pika. Si mund neve ta fitojmë faljen e Zotit? Këtë që është qëllimi më i madh dhe fitoria më e madhe. Si mundet besimtari ta fitojë edhe të jetë i qetë tek Allahu xhaleshanu, pra inshallah që të ketë faljen e të madhit Zot. Shkaku i parë, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, është më i madhi, nuk ka përpara tij. Është besimi i sinqertë dhe besimi i drejtë për Zotin xhaleshanu. Është njësimi i Allahut xhaleshanu vetëm në adhurim. Mos bësh adhurim për askënd tjetër vetëm se për atë që meriton, edhe është meritor për adhurimin. Vetëm për Allahun xhaleshanu. Të gjithë çdo gjë përveç Allahut xhaleshanu janë krijesa, vetëm ai është krijuesi. Vetëm ai meriton adhurim, as kush tjetër që nuk e ka tagrin e krijuesit për Allahut xhaleshanu. Çdo gjë që hyn te koncepti i adhurimit duhet vetëm për Allahun xhaleshanu, vetëm për krijuesin e vërtet, për asgjë tjetër. Allahu xhaleshanu
neve na tregoi se ai I cili e pajis zemrën edhe shpirtin me këtë besim të palëkundur, me këtë besim për Krijuesin edhe për Allahun xhaleshanu, për Zotin e vërtet, ky është shkaku më madhor për të fituar faljen e Zotit. Ai I cili nuk e ka Zotin na ruaj. Nuk ka pjesë në faljen e Allahut xhaleshanu. Nuk e them unë, e ka thënë Zoti në Kur'an. Ne dëshirojmë që çdo kush të jetë besimtar, çdo kush të jetë I udhëzuar, çdo kush të jetë njeri I mirë dhe vepër mirë, çdo kush të jetë njeri që lën gjurmë të mira në këtë jetë. Por gjithë secili e zgjedh vetë dhe e din vetë pra mënyrën se si do jetojë dhe se çfarë do veprojë në këtë jetë edhe në këtë botë. Lumë atij që I hapi Allahu xhaleshanu dritën e syve dhe dritën e zemrës. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Nëse e mbyll jetën dhe ti je njeri që adhuron dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanuhu, ky është nga mëkatet e mëdha që Zoti nuk I fal, subhanallahu. Përveç kësaj të gjithë mëkatet e tjera mund t'i falë Allahu xhaleshanuhu për atë që dëshiron. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Po të shikosh thirrja edhe kauza e parë çdo kujt prej profetëve të Allahut xhaleshanu, ja qaumi ibudullah ma lakum in ilahin ghayru. O populli im, të gjithë profetët që kanë ardhur nga I pari deri tek I fundit, I thonin popullit tyre, o populli im, besoni vetëm Allahun. Askush tjetër nuk është krijues dhe nuk është Zot përveç Tij. Besoni vetëm Zotin e vërtet. Prandaj ai I cili bën shirk, thot Allahu xhaleshanuhu, Zoti ja ka ndaluar xhenetin, Allahu na ruaj. Dera e xhenetit hapet me fjalën la ilaha illallah, me besimin e sinqertë dhe të pastër për Zotin një. Mos harroni vëllezërit e mi dhe motra muslimane, Allahu xhaleshanu I shpalli profetit alayhi salatu wasalam dhe të gjithë profetëve të tjerë. Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Të shpallur ty dhe të I shpallur gjithë profetëve të tjerë se nëse do të bësh shirk të fshihen veprat e mira. I ke vetëm për këtë dynja, kur dalësh ke Allahu xhaleshanuhu, nuk kanë më vlerë veprat Zoti na ruaj. Pra çështja e besimit është çështja më madhore, boshti rreth të cilit sillet gjithçka, pra sillet ekzistenca. Çdo gjë e konsiderove dhe e more në vëmendjen tënde vetëm gjën më të madhe, nuk e konsiderove ndonjëherë njeri, subhanallah. Nuk e konsiderove që ai është I vetmi dhe ai është krijuesi dhe gjithë kjo mrekulli që ka kriju Zoti xhaleshanuhu nuk pas ka një autor I cili meriton madhërim, lavdë dhe falënderim. Nuk e kuptove që në këtë jetë jemi të përkohshëm, megjithse për ditë vinë njerëz dhe largohen njerëz. Dhe askush nuk ishte I përjetshëm në këtë botë. Nuk e kuptove që e mira shpërblehet që në këtë botë, po do shpërblehet më shumë tek Allahu xhaleshanuhu, ndërsa mohimi dhe e keqja, subhanallah, nuk kanë shpërblimin e mirë as në këtë jetë edhe as ditën që do dalin para Allahu xhaleshanuhu. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an ataytuka bi qurabiha maghfira. Allahu akbar. O I birri Ademit, thot profeti alayhi salatu wassalam, siç e transmeton drejt për drejt I ka thënë Allahu xhaleshanuhu, o I birri Ademit, sikur të vish ditën që paraqitesh përpara meje, me sipërfaqen e tokës gabime, e ti vjen përpara meje, ke adhuru edhe ke dash me shpirt edhe me zemër vetëm Zotin një, unë do të vi, thot, me sipërfaqen e tokës, thot, falje edhe mëshirë për ato gabime që ke bërë. Kush plotson besimin edhe njësimin e Allahu xhaleshanuhu, ka bërë shkakun kryesor për të fituar faljen edhe mëshirën e Zotit. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata cilët besuan dhe besimin e tyre, thot Allahu xhaleshanu, nuk e mveshën me padrejtësi, për ata do të ketë siguri edhe qetësi, edhe le të jenë të qetë ato për ditën që dalin para Allahu xhaleshanu, sepse ata janë të udhëzuarit. Kur zbriti ky ajet, shokët e profetit alayhi salatu wasalam u bën shumë merak.
u tremën edhe u mirakosën shumë për vetët e tyre dhe shkuan me njëherë tek i dërguari Allahu dhe i thanë: "O i dërguari i Zotit, e kush prej nesh nuk bën ndonjë padrejtësi qoftë edhe e vogël?" Ata të cilët besuan dhe nuk e mbeshën besimin e tyre me padrejtësi. Kush prej nesh nuk ka gabime dhe mëkate? Buzëqeshi profeti alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Nuk është kuptimi për këtë që juve e keni menduar dhe kuptuar. Kuptimi i këtij ajeti është për shirkun të adhurosh dikë tjetër përveç Zotit të vetëm, të vërtetit ose bashkë me Allahun xhelleshanu. Mohosh Zotin. Mohosh atë që e meriton vetëm Allahu xhelleshanu. Ky është kuptimi. A nuk i keni pas si thot Zoti xhelleshanu: "Inna shirke la dhulmun adhim." Me të vërtetë shirku, pra idhujtaria ose të adhurosh dikë tjetër përveç Allahu xhelleshanu, është padrejtësia më e madhe që mund të bëjë njeriu dhe mund të ndodhi. Në hadithin që transmeton Itbani radiallahu anhu thot: "Fa inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah." Sepse Allahu xhelleshanuhu ja ka ndaluar, ja ka bërë haram xhehenemit, dënimit i tij, që ta dënoj atë që thot la ilaha illa Allah me shpirt edhe me zemër, me cilën fjalë pra dëshiron vetëm kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu. Elus Zotin të na falë, të na mëshirojë. Amin. Shaddad ibn Ausi dhe Ubadet e ibn Samit, siç transmetohen në hadithin e Imam Ahmedit, kanë thënë: "Një ditë thot ishim me profetin alayhi salatu wassalam. E i dërguari Allahut na tha neve: ngrini duart, i ngritëm duart. Pastaj tha: thoni la ilaha illallah me shpirt, pra me zemër." E tham edhe fjalën la ilaha illallah. E profeti alayhi salatu wassalam që ngriti duart bashkë me ne tha: "O Zoti im, më dërgove me këtë fjalë ja Allah dhe më premtove që kush e thot këtë fjalë do t'ja falësh gjitha mëkatet, do t'i falësh xhenetin. O Zot, unë jam profeti jot dhe dëshmoj se këto vëllezër, pra këto shokët e mi, pra që janë këtu, ne e tham këtë fjalë ja Allah me shpirt e me zemër, ndaj fali xhenetin dhe fali mëkatet atyre." Elishbili rahimahullah ka thënë: "Zoti e mëshiroft, kush e lidh shpirtin me dynjan edhe e vën atë përpara gjithçkaje, përpara ahiretit, përpara Zotit, përpara të mirës, pra ju ka bë shpirti edhe mendja vetëm dynja. Ati dynjaja do ta djegi pra zjarri i saj dhe e bën pluhur të cilin e shpërndan era. Nuk do të ketë ai asnjë shenjë ditën që do dali para Allahut xhelleshanu, pra nuk ka shpërblime për të, nuk ka mirësi për të. Ai i cili e lidh zemrën me ahiretin dhe e vën ahiretin përpara gjithçkaje, punon për dynja, po ama nuk punon haramin. E din që ka një ditë që do dali para Allahut xhelleshanu dhe mundohet që në këtë dynja të jetë i mirë, ta fitojë me halal edhe ta çojë në halal, e të jetë njëri që ndihmon, bën mirë, rezaton mirësi, po edhe kurrë të keqe ndaj dikujt. Mundohet që të marrë raportet me Allahun xhelleshanu ashtu siç duhet, siç i meriton Zoti i gjithësisë, ta madhërosh edhe ta falenderosh edhe t'ja njohësh pozitat atij. E i kërkon falje Zotit xhelleshanu. Kush e lidh pra zemrën me ahiretin, ahireti, dashuria për ahiretin dhe vëmendja tek ahireti do ta djegi atë, do ta djegi derisa ta bëjë si ai floriri i kuq i cili është i çmuar. E do ketë vlera të mëdha. Ai i cili e lidh zemrën me Allahun dhe e vën Allahun xhelleshanu të parin përpara gjithçkaje. Kjo është grada më e lartë, thot, drita e besimit që i fal Allahu xhelleshanu zemrën. Ky besim që po flasim neve, që ta mbush zemrën dhe shpirtin plot dhe drejton jetën tate në formën më të mirë, duke qenë njeri i mirë, rezaton jetën tate në çdo hap të jetës, në çdo moment të jetës, do ta kthej në një xhevair të paçmuar që nuk ka asnjë vlerë, domethënë që ta çmojë atë, subhanallahu. Shkaku i dytë, vëllezërit e mi, me cilin fitohet falja Allahu xhelleshanu dhe motra muslimane. Pra besimi që ta kesh besimin vetëm për Allahun, vetëm për Zotin e vërtetë. E dyta, duaja, lutja me shpresën tek Zoti xhelleshanu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Zoti juaj tha, lutmuni, e unë marr përsipër që t'ju përgjigjem juve. Kush ai i cili lutet Allahu xhelleshanu me shpirt e me zemër e nuk merr përgjigje për Allahu xhelleshanu, vallahi nuk mundet. Nuk ka mundësi, nuk bën vaki pasha Allahun. Ti lutesh Zotit me shpirt, me zemër,
e ta kesh në shpirtit të gëdhendme edhe të fiksume që Allahu xhaleshanu është ai që ka në dorë gjithçka dhe ka mundësi të përgjigjet për lutjen tënde, pasha Allahu nuk shko lutja dëm. Vallahi. Nuk shko lutja dëm se e ka marrë Zoti përsipër. Wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. E kur ti luteni Zotit, thot Allahu xhaleshanu, lutuni me kërkesa, me dëshirë që Zoti t'ju plotësoj lutjet tuaja, por gjithashtu edhe duke ju friksuar ti madhështisë tij, sepse mëshira e Allahu xhaleshanu është pranë njerëzve që bëjnë mirë, vepër mirëve. Ebu Hurajra, sahabiu shoku i profetit, paqja e Zotit qoftë me të, na tregon neve dhe na thot. Një ditë thot profeti alayhi salatu selam na tha, lutjuni Zotit, tha, me siguri, me vendosmëri, dhe mos thoni juve kur, o Zot, më fal mua nëse ti dëshiron. Allahumma ighfirli in shi'ta. Mos thuaj o Zot, më fal nëse ti dëshiron. Thuaj o Zot, më fal. O Allah, më fal. O Allah, po s'm falet ti, kush do të më fali përveç teje? O Zot, unë jam robi yt, e di veten time që jam gabimtar. E ti je i madhi Allah, që i fal gabimet edhe mëkatet, prandaj unë trokas nderën tate, me shpresën që ti o Zot do të më falësh e do të më fshish gabimet. Prandaj kur ti lutemi Allahu xhaleshanu, ti lutemi me këmbgulje. Enesi, Zoti qoftë i kënaqur me transmeton nga profeti, paqja e Zotit qoftë me të, se ka thënë: mos u pezmatoni derisa kemi duan. Pra kur mos u bëni pesimist. Nëse edhe njeriu bën gabimin më të madh, nëse edhe njeriu bën një gjunaf të madh, kur thot mos u pezmatoni dhe mos i humni shpresat nga falja e Allahu xhaleshanu, derisa kemi mundësi, pra kemi një mundësi shumë të madhe, siç është lutja, siç është duaja, sepse kur nuk e humb shpresën besimtari, pra që i lutet Allahu xhaleshanu. Në kohën e Musait alayhis salam, profetit Musa, kish bërë thatësire madhe. Kish bërë thatësire madhe, e Musa alayhis salam e mbledh gjithë popullin e tij, pra sa ishin 100 e ca mijë vet, ose edhe më shumë, që dalin në një namazgja, pra në një faltore, e ti luten Allahu xhaleshanu për namazin e shiut, sepse kafshët po ngordnin, fëmijët edhe të vjetrit po vuanin, të mbjellat ishin ku thërret qameti. E thonë ti lutemi Allahu xhaleshanu që neve Zotit na zbresi shiun. I luten Allahu xhaleshanu siç ishin gjithë njerëzit, siç jemi mbledh neve 100 e ca mijë ose më tepër, i luten e Musa alayhis salam duke i fol për falje, për pendim, e që t'i kthehen Allahu xhaleshanu e t'i kërkojnë Zotit mëshirë edhe falje që Zoti ta zbresi shiun. Edhe të hedhi bereqetin e tij, që të vazhdojë jeta normal. Ka qenë shumë i rëndësishëm shiu atëherë, edhe sot është patjetër, pa atëherë edhe më shumë. E çfarë ndodh në momentin që Musa alayhis salam i lutet Allahu xhaleshanu, nuk bien shi, subhanallah. E Allahu xhaleshanu i thotë, o Musa, thot, tek populli yt, thot, midis popullit tënd, është një person i cili 40 vjet me radhë e sfidon, thot, fuqinë time me një mëkat, thot, e më ka hidhru, e më ka zemru, thot, dhe mëkati i atij, thot, juve po ju heq mirësinë edhe bereqetin e shiut, subhanallah. A e kuptoni o vëllezër që neve si bashkësi siç jemi, si komunitet siç jemi, duhet patjetër që të jemi gjithë secilit ndërtoj mirësinë ke vetja vet, sepse mirësia e dikujt prej nesh e ndihmon gjithë kolektivin ose gjithë bashkësinë tonë. Siç edhe e keqja e dikujt prej nesh, Zoti na ruaj, mundet që të mbaj peng një mirësi të madhe për të gjithë komunitetin tonë, për të gjithë bashkësinë tonë. Ai i cili ndërton veten, pra punon me veten e tij, ndërton veten e tij, siç duhet bëj gjithë secili, familjen e tij, pasha Allahun, kjo është gjëja e duhur. E nga një herë neve penalizohemi për shkak të dikujt që është, Zoti na ruaj, domethënë që bën gabime të mëdha. E Allahu xhaleshanu i thot Musës, 40 vjet thot e sfidon Allahu xhaleshanu me një mëkat, dhe thot ai nuk e ka frikë Zotin xhaleshanu, dhe për shkak këtij nuk bi shiu, nuk vjen bereqeti. Prandaj thuaj o Musa që ti pendohet Allahu xhaleshanu, ti lutet Zotit xhaleshanu. E Musa alayhis salam i thot, o ti thot që ke 40 vjet aty përpara gjithë popullit. Ke 40 vjet thot
që nuk të vjen turp prej Zotit xhelleshanu dhe e bën atë mëkat. Çfarë mund të ishte ai mëkat? Allahu Ekber, që kishte penguar gjithë shiun për gjithë popullin e Musait alayhis salam, për Beni Israilët. Thot, a nuk të vjen turp, thot. Ky personi që ishte midis popullit, ktheu kokën majtas edhe djathtas siç tregohet, dhe nuk pa dikë tjetër. E kuptoi që ishte vetaj, e bëri lidhjen. Ashtu siç ishte ulur, e futi kokën midis dy këmbëve, midis dy gjunjëve të tij, dhe filloi duke thënë: "O Zot, ty të lutem, 40 vjet ma kem qef, o Allah, mos më turpro sot përpara gjithë popullit tim." Subhanallah. O Allah, të kërkoj falje, të lutem, më fal, o Allah. Akoma pa mbaru mirë duan ky, vetëm kur krisi shiu, siç tregohet, pra krisi shiu, duke rënë shiu, u çudit Musa alayhis salam. U çuditën edhe njerëzit. I thot: "Ja Rabbi, o Zot", thot, "unë e thash fjalën", thot, "po nuk pash dikë", thot, "që të ngrihet midis nesh dhe të largohet prej nesh." I thot Allahu xhaleshanu: "O Musa", thot, "mu lut robim, mu kthy robim. E unë ja fala të gjitha", thot, "edhe u hap mirësia e bereqeti. Të lutem, o Allah", thot, "ma trego mu kush është ky person." I thot o Musa, thot, "nuk e kam tregu kur ishte larg meje dhe më kundërshtonte, më sfidote me mëkat 40 vjet. Ta tregoj tash që është i dashurim." A e kuptoni se çfarë fuqi dhe çfarë forcë ka lutja dhe duaja që bëhet me shpirt edhe me zemër, dhe kur mos e neglizho dhe kur mos e nënvlerëso veten tate. Se unë kam shumë gjinafe, se unë jam ky, se unë jam cop, se mu bovaki Allahu xhaleshanu nuk më don. Jo vallahi. Shive edhe një person që ishte bë problem për gjithë popullin, 40 vjet e sfidote Allahu xhaleshanu me mëkate dhe me gjuna të madh. Imagjino, ju kthy Allahu xhaleshanu, ju lut me shpirt, Allahu ja pranoi edhe hudhi bereqetin për shkak të për gjithë popullin, e përfshiu me mirësi gjithë popullin e Musës Beni Israilit. E lusë Allahu xhaleshanu të na falit, na mëshiroj. E lusë Allahu xhaleshanu të na bëj besimtar të mirë. E lusë Allahu xhaleshanu të na bëj besimtar të mirë. O Zot, mbushi zemrat tona, ja Allah, me iman. O Zot, mbushi zemrat tona me dashurinë për ty, me dashurinë për profetin, me dashurinë për Kur'anin, me dashurinë për veprat e mira, ja Allah. O Zot, na e shton neve dashurinë për njëri tjetrin, ja Allah, se kemi shumë nevojë. O Zot, zbuti zemrat tona, zbuti shpirtat tanë, ja Allah. O Zot, na jep neve, ja Allah, kuptimin, edhe na jep neve, ja Allah, dashamirësinë që neve ta mirëkuptojmë njëri tjetrin, o Zot. O Zot, na bëj neve njerëz të mirë, ja Allah, që neve të reagojmë ndaj njëri tjetrin në formën më të mirë, o Zot, që neve kur ta shohim tjetrin që është gabim, o Allah, ta këshillojmë formën më të mirë dhe më të bukur, duke dashur që tjetri të thet rrugën e mbarë dhe ta lej gabimin. E jo të bëhemi prej atyre, o Zot, që e fulliqim njëri tjetrin me zipresim që dikush bën një gabim dhe neve t'i sulemi, ja Allah, edhe ta bëjmë atë copë më shumë se sa shejtani mallkum. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na forcon në mbesimin tonë, na forcon neve, ja Allah, nga ana ekonomike. Na forcon neve, ja Allah, të jemi neve, o Zot, njerëz që lejmë gjurmë këtë botë, edhe bëjmë diçka të mirë për fen tonë, për këtë vend, ja Allah, për këtë qytet. O Zot, ty të lutem, ja Allah, na largon neve nga e keqja, siç largove lindjen nga perëndimi. Na largon neve nga veprat që ti ju urren, o Zot, dhe ti i dhrohesh prej nesh. Ja Allah, ti e udhëzuesi dhe ti orientuesi. Na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.